Se do të dish argumenti kryesor, arsyeja kryesore janë vetëm dy. Dhe besoj se këtu bien, po t'i shohësh të gjitha prrente, të gjithë njerëzve janë në dy argument. Një, arroganca, dy, transparenca. Sepse në 99% dhe të protestë dhe të gjithë nuk është se nuk janë dakord me investimin. Pra po ta zbërthesh, Jo, ata ishin kundër investimit. Pjesa më e madhe. Po shesim Shqipërinë, jeni tradhtar. Shiko, po të bisedosh. Jo, po të bisedosh dhe po të gjithë problemi është që kur fillon puna që asgjë nuk tregohet, kur fillon pa dia se çfarë do ndodhi nesër, sepse shiko çfarë ndodh. Arroganca transparent, shiko çfarë ka sjell. Të gjitha llojet e projekteve kanë precipituar me probleme shumë të rënda. Po pse më zotri, je sipërmarrës ti? Po. Tani, ty po të vjen një nga sipërmarrësit më të mëdhenj botë. Kush e tha? I hiku servis, nuk e mori Serbia, e mori Shqipëria. Kush e tha? Je dakord këto? Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Jo një sekond. Nuk është super, okay. Se një sipërmarrës, Jo është një fond, është një fond. Se Ramos nuk jesh po bëj pyetje se jam as një serios, vetë hap një kompani në një kompani guas. Apo të vjen një nga sipërmarrësit më të mëdhenj të botës këtu? Kush e tha? Tani, dy sipërmarrës në Miami, 4 miliardë nga më të mëdhenj në botë, i kam dëgjuar unë me vesh të mi, po më dëgjoj pra të lutem. Më dëgjoj dhe pastaj më kundërshton. Po ky sipërmarrës që ka një Ta shkaqje sipërmarrës statuat. shfaqen me njëri interes për të vlerë prona në Shqipëri. Pra ç'a tregon kjo? Rritjen e vlerës së Shqipërisë. Patjetër. Mirë keq. Kush është ky Por sipërmarrës? mua, Rama mund të ishte ministri më i mirë i jashtëm, por ka bërë një gjë shumë të mirë. Që solli një nga investitorët më të mirë. Shiko. Fakti, po Trumpin pra investimet e Trumpit. Kush e tha që janë të Trumpi? Apo Deklarata. Ja të vinë ndaje diskutimin. Pra, a kemi ne leverdi Shqipëria të investoj strategjikisht me biznesmen dhe me fonde të pasa në biznesmen serios? Kjo është çështja. A vlen të investohet... Se nuk të vlen të një hotel me 7 yje, kur aty mendohet, e ke parë projektin e ati hotelit ty, që mendohet edhe për habitatin? Po ku e ke parë ti projektin? Po e ke parë? Ishtë një skem. Skemi parë, nuk kemi parë. Nuk kemi parë projekt. Nuk ka projekt. Tani, gabimi i kryeministri ton është që flet vetë për të gjitha. Jo, mi jo gabimi kryeministri ton, ai ka transparent, ka arrogancë. Ai flet se do ta çoj bile, ai pyet të gjithë, i pyet vetë. Tani pyetja është, në nivel investimi, çat keqe ka ky investim? Ja ta them unë, çat keqe ka. E keqja është kjo, sepse duke mos bërë asgjë transparente në tavolinë, ky 4 miliardë që vazhdon bëhet 3, bëhet 2, bëhet 1. Dhe ai fondi investimit që është i Katarit, apo i kushtet, apo i bankës, apo fillon dhe bëhet, dalin prestanome, dalin fondet që vinë nga cepat e botës që ti nuk kupton asgjë. Dhe ky është problemi më i madh, që në momentin dhe shiko çfarë problemi të jashtëzakonshëm. Po të shikosh, kemi, ku di unë, ka ministra që nuk i mandot as për student. Sinqerisht, ka një lloj guximi që dalin të pa përgatitur fare në studio. Flasin për pelikanin Kaçurel dhe thonë të njëjtën gjë që thonë, do vi, e ke parasysh është se ato estradat që do vi një fond, do vi një investim, thonë,